Përshëndetje dhe mirë se gjejmë shikues të nderuar me provitën e radhës. Siç po vëreni, ky emision po realizohet në terren më saktë. Unë bashkë me kameramanin ton, kolegun ton Cekon, erdhëm këtu për të takuar me Ensar Shabanin, fizioterapeut, duke marrë parasysh faktin se tani jemi edhe në stinën e verës, dhe se tani pothuajse shumë kush ka dhimbje të ndryshme, shtangime, qoftë në boshnin kurizor, qoftë në shpatulla, dhimbje në qafë e kështu me radhë, vendosëm që të shohim se si një fizioterapeut i sqaron këto dhimbje me të cilat po përballen qytetarët, pse të mos themi edhe në këto temperaturat të larta, por nga ana tjetër e dim se fizioterapia trajton shumë probleme të ndryshme shëndetësore, por unë nuk do e zgjash më shumë, do e lëm që vetë Ensar Shabani, fizioterapeuti, na shëron se cili është fillimisht roli i një fizioterapeuti gjatë trajtimit të pacientëve dhe cilat probleme shëndetësore i trajton në kjo fushë mjekësisë, mund ta quaj kështu. Faleminderit që na pranuat, ju ndam nga klientët e juaj, po megjithatë me të vërtetë shpesh na duhen edhe sqarime të ndryshme nga profesionistë të ndryshëm. Faleminderit dhe për anës time që ma dhat mundësinë të flas për rolin e fizioterapisë dhe që është e rëndësishme në sistemin shëndetësor, por edhe që se do themi se çka është fizioterapia. Tash ca vite më jeni fizioterapeut, i licencuar, punoni, ju kam takuar më herët, por ja që kësaj radhe është hera e parë që ju kemi në emisionin Provita. Na sqaroni Ensar fillimisht cili është roli i fizioterapisë dhe çfarë krejt ngërthen në vete? Do me thonë, ta sqarojmë së pari se çfarë është fizioterapia. Fizioterapia është profesion shëndetësor që merret me vlerësimin, trajtimin dhe rehabilitimin e çrregullimeve të funksionit të trupit, po ashtu edhe përmirësimin e lëvizshmërisë. Roli i saj në sistemin e shëndetësisë është të ulë dhimbjen, pa u bazuar vetëm në barna, të ulë inflamacionin, të përmirësoj lëvizjen, të ndihmoj pacientët të them diçka, të ndihmoj pacientët para operacionit dhe pas operacionit. Kjo është shumë e rëndësishme. Po ashtu dhe të fokusohet në disfunksionin e balancës së muskulaturës dhe dhimbjet muskuloskeletore, e cilat krijojnë dhimbje, kufizim lëvizje e kështu me radhë. E tani, shkojmë me problemet më të shpeshta, të cilat ju i trajtoni, por nga ana tjetër, gjithsesi se kush krejt mund të drejtohet tek ju. Kemi moshën fëmijërore, atë më të shtyer, por edhe persona që relativisht janë të rinj, por kanë probleme të ndryshme. Na e sqaroni, ta themi një diku. Nëse jemi tek tema e grup moshave, atëherë do të sqarojmë diçka se të moshuarit, do të thonë çdo pacient e merr trajtimin individual dhe vlerësimi është individual, nuk është i njëjti si të moshuarit si të rinjët apo të fëmijët. Të moshuarit rrit mobilitetin dhe ul rrezikun për rrezime, që mos të dëmtohet pacienti, mos të bëjë ndonjë frakturë e thime apo siç e njeh publiku, ndërsa të fëmijët ndihmon në korrigjimin e posturës, siç janë skolioza, kifoza, ato janë deformitetet e boshrit kurizor, kolonës vertebrale, tredimensional. Kemi edhe këmbë të sheshta, kemi edhe pes equinovarus, këmbët apo të quajta të lakuara kështu për të brenda. E shpjegoj se si ta merr vesh publiku se çfarë problemi kemi në ordinancën tonë. Përmirëson zhvillimin e motorikës, fëmijët me paralizë cerebrale që ju nevojitet shumë ky sistem i fizioterapisë, fëmijët me spina bifida që kanë nevojë për zhvillimin e motorikës, sepse këto fëmijë nuk mund të ecin lirshëm, siç them edhe më herët. Fizioterapia ka për detyrë të përmirësoj funksionin, ecjen, forcën dhe stabilitetin. Shumë është me rëndësi. Shumë është me rëndësi se çfarë vlerësimi bën dhe çfarë trajtimi jep tek fëmijët apo tek të moshuarit. Tani kur është momenti dhe për cilat raste pak më detajisht duhet të vizitojmë fizioterapeutin, sepse ne gjithnjë kur kemi dhimbje, duke filluar edhe ato më të shpeshta, dhimbje koke, por nuk jemi ndoshta të vetëdijshëm që neve këto dhimbje të kokës mund të
na shkaktojnë për shkak të problemeve tjera, të cilat shumë mirë mund t'i trajtojnë një fizioterapeut, po ja që ne nisemi me analgetik të ndryshme, me kremra të ndryshme për zbutjen e dhimbjeve, kemi do të thotë dhimbje në qafë, në shpatulla, kufizime të lëvizjeve, kështu me radhë. Na e sharoni nga këndvështrimi i juaj. Tash me që e përmende barnat, i përmende kremat, përmende këto, fizioterapia, do të thonë, është kombinim, është i mirë me barnat, sepse barnat ulin dhimbjen përkohësisht, por nuk e rregullojnë shkakun. Ndërsa fizioterapia punon në shkak, përmirëson lëvizshmërinë dhe rikthen pacientin në gjendjen e përparshme. Tash, idealja është të ketë kombinim, jo zëvendësim, sepse medicina është partner, nuk ka konkurent këto. Tash e themi se te fizioterapeuti duhet pacientët të vinë kur dhimbja zgjat disa ditë, dhimbja në qafë ose në mesin përsëritet vazhdimisht, kur kemi ushtim të veshëve, kur kemi si vjellje, si tokë, si ta them për që ta kuptoj publiku. Po. Kur kemi kufizim të lëvizjes, traumë serioze, pas operacionit. Shif se si më ka mbetur kjo fjala pas operacionit, e din se sa e rëndësishme është fizioterapia edhe para operacionit, po shumica po dalim edhe ta jetem dhe dhe spjegojmë shumë mirë se çfarë roli ka para edhe pas. Se nëse ti vanohesh për te fizioterapeuti, ke dhimbje të qafës edhe ke kufizim, atëherë ti çfarë bën? Ti vetëm e përkeqëson problemin tënd, se ti nuk ma i lejon mu ta zgjidh problemin në fazën akute, sepse fizioterapia punon në disa etapa, fazën akute dhe fazën kronike. Tash nëse dhimbja është faza akute, atëherë unë e kam më lehtë ta eliminoj, të bëj ekzaminim më detajuar. A në fazën kronike do më duhet më shumë kohë. Edhe shpesh herë këtu tek ne vinë në bisedime pacientët, më trajto për një seancë, më trajto s'kam vakët, jam në punë, nuk e di çka, a kupton. Shpesh herë them që mos t'i neglizhojnë simptomat, mos t'i neglizhojnë gjitha këto që ju ndodhin në trup, në sistemin lokomotor, por ashtu edhe sa më shpejt të vizitojnë fizioterapeutin është më mirë. Ekzistojnë ca rregulla apo jo që edhe ju duhet i praktikoni kur vjen një klient në kontrolla ose gjatë trajtimeve? Çfarë dokumentacioni duhet sjell me vete, sepse edhe nuk mundeni aq kollaj apo aq lehtë të merrni dhe të filloni me trajtimin e boshtit kurizor, nëse nuk keni ndonjë rekomandim të mjekut. Është qëndron kjo kështu? Po, patjetër. Shif, për shembull, nëse na vjen një pacient neve në ordinancë, ne spari çfarë bëjmë? Morrim anamnezën. Anamneza është arma më e fortë e fizioterapeutit, se e pyet pacientin kur filloi dhimbja, pse filloi dhimbja, kur përkeçohet, kur stabilizohet, kur e ke më mirë, kur e ke më vështirë, kur je ult apo kur je shtrit, ke dhimbje gjatë natës, apo ke dopsi gjatë dorës apo këmbës. Edhe i bën ti disa teste klinike. E tash, me ato teste klinike ti vetë vërteton se fizioterapia duhet të bëj ndonjë rentgen, ndonjë magnetna rezonancë. Çfarë do koft njëra prej këtyre? Apo të themi më së miri është rentgeni i tregon vetëm indet e forta, eshtrat. Edhe do të thonë eshtrat i tregon. Ndërsa magnetna rezonanca i tregon edhe indet e buta. E tash, nëse trajton ti një pacient pa diagnozë, do të thonë vetë ka vu diagnozën siç e bëjmë zakonisht tek ne, atëherë është shumë keq është. Nuk është mirë për pacientin, por edhe për fizioterapeutin. Por edhe një gjë. Por nuk është e domosdoshme gjithmonë të rekomandoj mjeku specialist pacientin tek fizioterapeuti. Sepse, dhe them këtë, sepse fizioterapia është pjesë aktive e trajtimit konservativ. Normal që fizioterapia është e kufizuar. Normal që fizioterapia nuk mund të trajtoj gjithçka. Ajo është padyshim. Ne kemi raste që e pështojmë pacientin prej operacionit, por kemi raste që zguzoni ta prekni, po, shumë e vërtet është, por nëse lejohet anës tonë klinike dhe vërtetohet me rentgen, me magnet, atëherë mundet të bëjmë ekzaminime dhe trajtime, siç i bëjmë në ordinancën tonë. Tani pak më ndryshe, sepse jo herë e parë, domethënë,
flasim për rëndësinë e fizioterapisë në trajtimin e pacientëve, po kësaj radhe do të vi edhe erdha të na sharoni domethënë edhe për ca raste në cilat me të vërtetë ne nuk jemi të vetëdijshëm, të cilat raste nuk guxon t'i trajton fizioterapeuti. Në cilat raste kam dëgjuar se nëse kemi dhimbje në boshtin kurrizor, në mesin e unazave, C1, C2, C7 apo jo kështu me radhë, në momentin kur kemi dhimbje akute, nuk rekomandohet vizita tek fizioterapeuti. Qëndron kështu ajo, nëse jo, na sqaroni si funksionon. Të shkojmë me ato problematikat më të shpeshta, domethënë dhimbja e qafës, problemet me unaza e kështu me. Shife, tash folim raste që mund të zgjidh fizioterapia pa operacion. Janë dhimbje të qafës edhe të shpinës pa ndonjë komplikim neurologjik. Po, çibje, nuk ka kompresion nervor. A nëse në rast, po e marr një shembull unë. Mos të marrim se ka shumë shembull apo po e marr një shembull. Dhe një që kemi më të kapshëm nëse kemi dhimbje, ta marrim qafës ose të mesit, edhe ka kompresion të fortë nervor, dhe është deficit neurologjik progresiv, atëherë patjetër që operacioni është zgjidhja ideale, dhe është i domosdoshëm. Për shembull, nëse kemi diskus herni në pjesën vertebrale, në pjesën e lumbale. Tash, diskus hernia është kur ka, domethënë, disku intervertebral, kur del jashtë prej unazave, po. Tash diskus hernia është në disa etapa. Domethënë, e para faza degenerative, faza protruzion, ekstruzion dhe sekvestracion. Ai longu midis unazave thirrët nucleus pulposus në gjuhën latinishte, por ne në gjuhën popullore do e themi si amortizim, është si jastëk. E tash, pse ti përmenda këto fazat? Te faza e parë degenerative, fizioterapeuti mund bëj diçka. Edhe faza protruzion mund bëj diçka. Mund ta provoj se çdo pacient shumica nuk e referojnë operacionin se kanë frikë. Por nëse mo vetë se është në fazën e 3, të 4, sekvestracion, ekstruzion, atëherë patjetër që duhet të shkojë në operacion sepse disku komplet ka dal jashtë, ka deviju, ka dal krejt sistemi të jashtë. Është i vetmi gjë në sistemin e njeriu, sistemin lokomotor, që nuk ushqehet me qelizat gjakut, ushqehet me kollagen. Po. Është i vetmi sen kur organizmi vendos kur do rikthej dhe kur do dal jashtë. Që do të ka raste kur edhe i ktheni klientët që nuk janë për Po, patjetër, se për shembull nëse ki rastin ti në fazën e 4 të diskushernis, ti vetë se klienti maj nuk mund të lëviz prej në shtrat. Ai do ketë probleme edhe me urinimin. Do ketë është sindroma cauda equina thirrët. Është s'po di si ta shpjegoj tash për publikun, por ato rastet vazhdimisht më merren me rastet kirurgjike. Mirë po, a hin fizioterapia edhe këtu rol? Po, ka rol fizioterapia. Ka rol edhe para edhe pas. Ka rol. Do e shpjegojmë këtë, do vitë tema dhe do e shpjegojmë pse si. Unë e mora vetëm një shembull diskus hernin. Besoni që edhe çdo i dyti më duket që ankohet, mos themi tani çdo i dyti, po sidomos gjnia femrore. Nga kjo diagnozë që përmendet ju. Prandaj ndoshta edhe është mirë që na e sqaruat këtë çështje, por shkojmë me problematika tjera për cilat ju mendoni se duhet t'i informoni shikuesit, ose thënë më saktë përkujtoni në çfarë krejt raste fizioterapeuti ndihmon. Po shif, fizioterapia ndihmon në shumë fusha. Ndihmon në ortopedi, ndihmon në reumatologji, ndihmon në neurologji, ndihmon në neurokirurgji, ndihmon në kardiologji, sistemin respirator. Tash pse I them këto? Se siç e shpjegova pak më herët për operacionin e diskus hernis, tash mund t'i marrim edhe sportistat. I edhe sportistat, por edhe njerëzit e përditshëm. Tash unë po foli prej praktikës time. Unë kisha një pacient, ai është punëtor, punë fizike. Nuk do përmend emra. U pat lëndu në punë, sa më kujtohet, dhe pat bërë ruptur të meniskusit, të gjurit.
meniskusit të mbrëmshëm. Meniskusi është si një amortizim i gjunit, që është mes femurit edhe tibies. Mbron kërcën artikulacione. Se kur dëmtohet meniskusi, bëhet ruptur, edhe pacienti mund të funksionojë. Shpesh vinë të unë, edin, ka dobësit muskujve, ka dhimbje, nuk ka stabilitet gjunit, edin, ndështë e ke parë, edin, shkon gjunit, po. Edhe unë i thonë, o pa tjetër dush të bësh operacion. Ama dush edhe para operacionit të pregaditesh, ama dush edhe pa tjetër të bësh operacion dhe pas operacionit të kesh trajtim. Jo, nuk mundem. Po thash, edin, qëfar do bësh ti, thash? Edin, thash se ti, thash, kur ti bosh 30 e kusur vjet, 40 vjet, thash, do nis meniskusi që ka ndërprerje, dhe koci do bashkohet dhe do griset ndërmes viti, do ketë degenerim, shkurt e shqip, do ketë degenerim që përballemin me gonartroz, tek të moshuarit. Thash, ti do plakësh para kohë, thash. A do në plakësh, thash, a do në të rindërtosh një jetë më të re, thash, fatkecia vetë se të ka ndodhën, po thash, ndikoj këshillat e fizioterapeutit. Shumë është me rëndësi nëse ndikojnë këshillat e fizioterapeutit, sepse, po ashtu edhe të mjekut, sepse është ndobi të pacientit, nuk është ndobi tonën asgjë. Kur përmendet dhimbjet dhe problemet me gjunjët, jeni dëshmitar se pjesa dërmuese e qytetarëve, sidomos në moshën mbi 45-50, mandej mos flasim për moshën më të shtyr, kanë probleme me dhimbje në gjunjë. Qa i trajtojnë, qa nuk i trajtojnë, qa ndoshta edhe nuk e din se me të vërtet ndoshta fizioterapeuti mund të zbut dhimbjet, dhe ka raste kur ndoshta domosdoshmë të operohen, por ne jemi këtu jo për të folur për operacionet, për ndërhyrjet ose zëvendësimin e gjunjeve, por për parandalimin. Atë themi për gratë më të moshuara, për gratë që janë me mbi peshë. A është e vërtet që ndoshta edhe mbi peshë i lëndon gjunjët? Ndikon. Po nga ana tjetër, ertan kemi edhe femra që nuk janë me mbi peshë, po kanë probleme, dhe janë moshë më të re, probleme me gjunjët. Çfarë po i shkakton këto probleme? Shif, tash nuk i di se çfarë në kënd vështrimi do të vi. Unë pe tregoj një praktik në punën time dhe e kum pas një pacient. Një pacient shumë është me rëndësi ekzaminimi i detajuar i fizioterapeutit. Ekzaminim më i detajuar, më i thellë, dhe se fizioterapia, sidomos fizioterapeuti, nuk punon vetëm me dhimbjen, me simptomën, por punon me shkakun dhe biomekanikën, ose ndonjë çrregullim neurologjik, apo çfarë do qoftë çrregullimi. Tash, unë kisha një pacient që kishte vazhdimisht dhimbje të gjurit. Janë disa muskuj të stabilizator të gjurit që ai kishte dhimbje gjatë ecjes, edhe në vrapim. Kur e trajtova pacientin, kur e ekzaminova faktikisht, kur i dhash trajtim individual, dhe i bona disa teste, pak ma herët e bonëm një video, kime po të videot se qish pacientit e masim se cila kam është ma e shkurt, ma e gjatë. Ajo është prej teknikës Zensegrity, teknikë terapi manuale është një test prej testeve Dr. Derbolovski, e cilat të ndihmon të identifikosh cili muskull është në disfunksion të legenit. Dhe unë kur ekzaminova dhe kur posh se kemi në disfunksion të pelvikut, themi tash se di publiko se si da marri vesh belit. Edhe kur e pam se njëra kam ishte ma e shkurt, edhe gjithë pacientët habitën, thonë, thot kam ma të shkurt, jo, thash, nuk është diçka, edhe se dëner e morin si traumë plus, edhe shumë është më rëndësia se si shprehesh me pacientin. Jo, thash, rirat, thash, se ke vetëm një disfunksion, një balans muskulore që duhet të përmirësohet, të trajtohet, dhe do rikthej gjithë shka në vendin e vetë, edhe do rregullohesh, s'do kesh dhimbje në gjuhë. Thot, a thu, thot, s'do kem? Më lejo, thash. Edhe e trajtoj pacientin, e rregulloj muskullin të parëm të kërdhokullës, iliopsoas, edhe pacienti përmirëson lëvizjen, eliminoj dhimbjen, eliminoj shkakun, liroj tensionin fascial, edhe i stabilizoj muskujt të pelvikut, edhe pacienti ngrihet dhe s'di sa herë prej të dhoma deri te dalja i bën testet dhe mahnitet se si nuk i dhem gjuni, ti unë erdha për gjunin, ai ti thot më prek këtu, thot si është e mundshme, thot. Se zakonisht është prej një teknikave që punojmë ne, është Zensegrity terapi manuale,
nëse më lejoni ta shpjegoj se ç'ka. Po, ne jemi këtu për të na dhënë këshilla dhe për të sqaruar se si mund t'i trajtojmë këto probleme, këto dhimbje të cilat i ndjejmë, domethënë edhe nuk dim ndoshta arsyet sepse jo që nuk vizitohen, ka edhe pacientë që i vizitojnë mjekët, por ja që nuk kanë zgjidhje vazhdimisht jetojnë me dhimbje. Po. Tash ne kohën fundit në ordinancën tonë përdorim teknikën Zen-Segriti manual terapi, e cila është teknikë e avancuar që punon me konceptin e saj tensionin plus integritetin, e cila koncepti i saj, i kësaj teknike, ta mundson që ta shikosh trupin si një rrjet i bashkuar, jo si një rrjet i ndarë, se fasciet, ligamentet, muskujt vazhdimisht ndikojnë të njëra tjetrës. Përfitimet e Zen-Segritit të eliminoj dhe të eliminoj dhimbjen, të gjej shkakun biomekanik se ku është problemi, të ullë dhimbjen, të përmirësoj kufizimin e lëvizjes, të çliroj fascien nga tensioni, të rikthej stabilitetin, të rikthej balancën muskulore, të rikthej ekuilibrin e humbur dhe të rikthej pacientin në funksionin e përparshëm dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Ajo është shumë e rëndësishme se çka po trajtojmë, se është e vetmja teknikë që ta mundson ta shikosh trupin si një harmoni e përbashkët. E ke qartë? Të lejon ta shikosh trupin si një harmoni e përbashkët dhe nuk e trajton dhimbjen se siç e thash më herët se ku është dhimbja. Si e mora shembullat pacientin te gjurin edhe trajtova që tregova. E vetmja teknikë që ta mundson këtë ta bësh. Të bësh ekzaminim më detajuar. E din se çfarë ndodh me këtë teknikën? E din se pak më herët që të flas për dhimbjet akute, se fizioterapeuti eliminon më shpejt për dhimbjet kronike që zgjasin me muj. Këto e ke ndoshta je vetëdijshme. E din se problemi i dhimbjeve kronike qëndron mbi mos them, po nuk e di sa 80% qëndron te fascia. Tash ti do më pisësh edhe se çka është fascia, besoj. Po, desha të s'është problem. Më lejoni të shpjegoj. Atë na tregoni çka është fascia, se edhe ta di, po ja që jo të gjithë e dinë. Fascia është një connected tissue, është një rrjet që lidh tër trupin. Që lidh trupin, ndan muskujt nga organet dhe enë të gjakut. Do të thonë fascia, si që tha më herët, e lidh tër trupin, është konektimi tër trupit. E tash, kemi fascia superficiale, do të thonë sipërfaqësume, do të thonë e lartë, dhe kemi deep fascia e thellë, dhe kemi fascia viscerale. Se fascia i mbështjell muskujt, nervat, nervat, organet dhe enë të gjakut. Pse? Sepse kjo fascia është shumë e rëndësishme, se është një memorie shumë e fortë në sistemin lokomotor të trupit. Se tash do të themi edhe karakteristikat e fascias. Po dhe ku gjendet çfarë është ajo? Ajo në trup është. Ajo a di çfarë roli ka ajo? Ajo ka roli i saj është më saktë që të dim. Të lejoj rrëshitjen e muskujve gjatë lëvizjes. Dhe me thonë muskujt rrëshasin nëpërmjet fascias dhe ndikon në posturën dhe balancën. Ndikon shumë. Dhe po ashtu dhe do me thonë kur kemi çrregullime të fascias, në një ndërprerje, ata marrim një shembull. Nëse prishet mikrofoni juaj, ti do shikosh mikrofonin, pastaj do shkosh te kjo, si i themi kësaj, nuk e di unë. Rregull, po rregullu, pastaj këtu nuk është, pastaj do shkojmë tjetër kund, edhe në fund do zgjidhim problemin se është te kamera. Shembull po marrim, një shembull. Edhe kështu është tër trupi i fascias. Edhe pse kemi dhimbje në muskullin pectoralis, por problemi mund të qëndrojë në qafë. Pse? Se këtu kemi lloj, për shembull, mund ta marrim edhe mbi aktiv muskuj edhe nën aktiv. Çfarë ndodh kjo? Kur ka muskuj mbi aktiv, atëre
është shumë e qartë se kemi ndonjë disfunksion në trup edhe fasja jep një alarm që diçka me trupin tuaj nuk është në rregull. E din se si e diagnostikoni pra ju? Po fizioterapeutët? Fasja mund të lëndohet, po shpesh mund ta jap dhimbjen edhe pacientët mendojnë që ka kalu dhimbja, por është memorie shumë e fortë. Është memorie shumë e fortë që mund të rikthej mbas se disa muajve ajo dhimbje. Por ata ja duhet trajtohet. Po për ato testet klinikisht që i bëjmë ose kur u ka lëndu pacienti, po tash ndoshta do shfaqet video se si i bëjmë atë ekzaminimin te këmbët. E din se kur është njëra ka më e shkurt ose njëra më e gjatë, e din se ajo nuk jep dhimbje. Edhe shpesh herë çuditën pacientët ashtu siç thash, e kam edhe një rast konkret. Pacienti kisha me thoshte mu kur eci thot po më dhem pelviku beli mbrapa këtu. Edhe unë mora në ordinancë, ertune dhe e testova dhe rosh në konkludim me veten se gjatë ecjes muskulli soleus prodhon mas shumë të forcë. Dhe e pash që muskuli është nën aktiv dhe gluteuset, stabilizatorët e pelvikut, ishin mbi aktiv. E tash çfarë bërë? I trajtova ato ditë. Njërin e shtina në funksion, e tjetrin e relaksova. Edhe kur e bëm këtë, pacienti nis të ndjehet më i lirshëm dhe sepse normal që ka tension facial, ka dhimbje muskuloskeletore. Po kupton, ama shumë është e më rëndësishme se kur fillon ti te fizioterapeuti. Zakonisht sa kohë duhet që një diagnost AZMK që e përmendën deri tani të trajtohet, sepse ju po thoni se vinë pacientët pastaj neglizhojnë terminet, gjejnë arsye për të mos vizituar, se është e vërtet që duhet ndahet kohë apo jo, në këtë kohë dinamike, pastaj gjithçka ndoshta edhe kushton, nuk mundet të arrijnë, por ku është këtu domethënë ajo koha edhe mënyra se si ti bindi pacientët se nëse trajtohen për shembull kaq javë ose kaq muaj, mund të shërohen plotësisht dhe shërohen plotësisht në fakt. Varet prej diagnozës. Nëse kemi degenerative diagnoza, për shembull si e përmendëm më herët gonartroz, koksartroz, siç janë këto, këto diagnoza nuk ka shërim, ka mjekim. E shumë herë pacientat tonë vinë në konkludim, ti ja shpjegon se fizioterapeuti jep mjekim, por shërimin është tjetër kont. Tash dikush beson, dikush nuk beson. Ama është prej praktikës time se çfarë unë duhet të them. Normal, edhe disiplina e pacientit është shumë e rëndësi. Pse e themi këtë? Tash kam pas pacient, prej përvojës time po të flas, kam pas pacient që pse e thash pak më herët para operacionit dhe pas operacionit. Kam pas pacient që ka vendosur të bëhet operacion dhe kirurgu ta operoj me protezë të gjurit. Mirë. E din se sa është e rëndësishme fizioterapia para operacionit, po nuk më ka dëgjuar dhe para asaj kishte edhe një pacient tjetër që ai më ka dëgjuar, ki tjetri jo. Tash gjithë nuk dëgjoj. Po, është krahasimi edhe klinikisht, po edhe në praktikë është shumë e thjeshtë. Sepse fizioterapia ka rol shumë të madh para operacionit edhe pas operacionit. Këtu zakonisht thatë edhe vetë, ne flasim për pas operacionit, po sinqerisht nuk dija kemi folur ndonjëherë me dikend ose me mjek që është me rëndësi para operacionit të nështë të bëjnë këto trajtime në fizioterapi. Çka është qëllimi i fizioterapisë para operacionit? Para operacionit ne e kemi për detyrë ta përgatisim pacientin fizikisht edhe funksionalisht sa më i fortë të shkoj drejt dirëve të kirurgjisë, themi, aq më i shpejt dhe më i mirë do jetë rikuperimi pas operimit. Pse e themi këtë? Se ta marrim një shembull, nëse një pacient hin në sallën e operacionit dhe vendos protezë të gjurit dhe shkon në operacion me lëvizje më të fortë, domethënë lëvizje më të mirë, forcim të muskulaturës më të mirë. Edhe normal që ai pacient do ta ketë rikuperimin pas operacionit më të shpejt dhe më afat shkurt, më shpejt do rikuperohet se sa një pacient që nuk u ka përgatit fare. Se pacienti para operacionit ul dhimbjen, përmirëson lëvizjen e artikulacionit,
pregadit pacientin psikologjikisht, që duhet të pregaditet pacienti, dhe është shumë e rëndësishme një rol që duhesh pacientin, edhe pse nuk ka i ende në operacion, ta pregadisësh me ushtrimet që do i bëj pas operacionit. Atë si që janë patericat apo shtakat, që si vendosim ne, dush ta pregadisish pacientin se si do jetë gjendja jote pas operacionit, të ndikoj pozitivisht, të ndikoj, jo ai ta pret si blic, bum. Edhe pastaj nuk është në gjendje dhe të lëvizme ato se nuk edhe shka me keq nuk vinë. As nuk do të ketë vullnet të vi në operacion, se thotë për mua mbaroj gjithçka. Jo, nuk kam mbaruar asgjë. Për shumica mendojnë se ne flasim për para operacionit dhe shumica e din që fizioterapia është vetëm pas operacionit. Kur flasim në para operacionit, besoj që ne do e shokojmë publikun. Se edhe pacientët tonë se sa është e rëndësishme fizioterapia, se nuk duat t'jap një përfitim prej kësaj, se operacioni dhe fizioterapia janë partner, jo konkurent. Do në të ashtin këtë në kokë, këtë fjallën time. Se hirurgu ndërton strukturën anatomike. Apo? E rregullon ligamentin, e rindërton ligamentin, e vendos protezën. Mirë po. Do të mirëbëhet apo jo? Po, pastaj, fizioterapia çfarë ka rolin? Po, e ka rolin të rikthej pacientin në gjendjen e përparme, të përmirësoj funksionin e trupit dhe të rikthej të bëj më të mirë cilësinë e jetës, të rikthej balancën muskulore, të rrit vollumin e muskulaturës e kështu me radhë. Të përmirësoj koordinimin e ecjes, stabilitetin, të ecë në për shkallë, të zri për i shkallëve. Unë veç po marr shembulla që po më kujtohen mu tash se shumë është rëndësishme. Shumë është rëndësishme. Apo trajtuar dhe po trajtoni pacient në shumë fusha të fizioterapisë, me shumë probleme të ndryshme, prandaj po ju lë edhe shumë më tepër ju na sqaroni, sepse unë mund t'ju pyesja më një herë për shembull çka me dhe sa është më rëndësi një vizitë tek fizioterapeuti, edhe nëse nuk kemi shkuar tek mjeku, që të konsultojmë pse për shembull kemi shtangime në këtë pjesë këtu të krahut, pastaj kemi vazhdimisht ngërçim apo dhimbje në qafë, në shpatulla. Gjatë lëvizjes, gjatë ecjes, çdo kush dhimbje ndoshta në momentin kur zbret shkallëve. Dikush tjetër vetëm kur ngjitet në shkallë dhe ne i lëm këto si ecë kalon. E din se do të them diçka. Ti shumë mirë përmende pse kemi ngurtësim në pjesën e qafës. Tash u ka përhap shumë të rinjët. Unë ja la shkakun kryesor, do të thonë që i dëmton këto telefoni edhe kompjuteri. Shumë do të thonë rrin para kompjuterit dhe para telefonit pa lëvizur fare. Se fascia, si e përmend ajo lidhsi lidhor, konektimi i trupit, ajo ka nevojë për lëvizje të reja, vazhdimisht ka nevojë, nuk do na jam ne pasiv. Edhe kur i trajtojmë pacientat ne themi bëni lëvizje të lehta, mos rri pasiv, mos prit vetëm prej mua sepse bëu partner me mua që ta eliminojmë dhimbjen së bashku. E tash, kur desh të dalte qëndrimi gjatë ult, pa aktivitet fizik. E din se sa është e rëndësishme, se di, do e përmendu në një shkak se shpeshherë pacientat kur vinë në ordinancë thotë kam marramendje, cervikogjendje, nuk kam fokus të mirë të shikimit, më humbi ekuilibri kur eci, kam ushtim të vezhve, s'po di çfarë them, edhe është e rëndësishme shumë se këtu bëhet fjalë për topësim të muskujt që janë dobësuar pjesës cervikale, ama ato janë muskujt të thellë, edhe pjesës suboccipitale. Shumë janë të rëndësishëm, këto se këto janë kanë shumë receptor, sidomos fleksor të qafës, që bëjmë fleksionin e qafës, janë të thellë, dhe janë proprioreceptor, dhe kanë receptor që i tregojnë trunit, japin sinjale, që se në çfarë i çojnë informacione se për kokën dhe për qafën se ku lëviz dhe çfarë në pozicioni është. Janë shumë të rëndësishëm. Se ne shpesh kur themi kemi ushtim në vesh, kemi marrëmendje e lëm fajin veshit të mesëm. Apo, a din se këtu, për shembull, ku është këtu roli fizioterapeutit? Roli fizioterapeutit është këtu se këtu kemi probleme me dobësitë e muskujve të thellë suboccipitaal. Ato janë muskuj më të ndenjtë.
që lidhen ngushtë me sistemin vizual, sistemin qendror nervor. Është po sistemin e veshit të mesëm. Por ata se dërgon sinjale. Por atë ma herët thash se këto janë shumë receptor kanë tru, direkt për në tru dërgojnë se në çfarë e alarmojnë trunin se çfarë për shikueshmërinë, për lëvizjen e kokës, qëndrimi i qafës, se si është apo kupton. E tash kjo qëndrimi në fleksion. Tash pak do imitoj para kamerave, po edin si është pak, po edin të jemi pak më qartë për publikun. Unë dua gjithçka të përfitoj publiku. Dhe ta kuptoj se është gabim. Se ti, edhe pse punon punë statike, unë do e them edhe një këshill. Do e marrim një top balansit, një top, kjo top i balansit është, edhe para kompjuterit është mirë të ulesh në topin e balansit. Edhe të punosh, sepse kur je në top, e ke pelvikun edhe lëvizje të shpinës. Po topi ta mundson të lëvizësh, se ti në karrike je strikt, si qemin e ti tani, drejt. Po edhe ose je kështu i ngurtësuar edhe pastaj por atë ndodhin ato shpesh herë që vinë te konkludim te këto raste që pacientët tonë ankohen shumë prej këtyre situatave. Është diçka shumë alarmuese se duhet aktiviteti fizik është ilaçi më i mirë për këto probleme. Edhe normal që edhe fizioterapeuti, edhe gjithçka që rekomandon fizioterapeuti, posaçërisht mungesa e aktivitetit fizik, asnjë aktivitet fizik nuk bën trit. Ju luta një këshill për gjeneratat më të moshuara. Mbi 70-80 vjeç, ata nuk janë në mundësi që të ulen para kompjuterit, të rinë në telefon. Por zakonisht nuk kalon koha ratë, të shtrinë, edhe nga ana tjetër janë të palëvizshëm. Nuk e kanë atë besimin apo jo tin që mos janë mosh pak më të shtyrë, mos them tani pleq, por ja që po e them, sepse sa ata kanë nevojë dhe a duhet t'i sjedhin në fizioterapeut? Shif, teksa jemi... Ose ndodh ndoshta, çka po ndodh me moshën më të shtyrë, të cilët më veç një vjen një kokur, nuk janë të lënduar, thjesht nuk mund të lëvizin. Si është qaron fizioterapia këtë punë? Në Maqedoni, besoj më herët ka pas specializim, po tash nuk e di është, nuk jam aq i informuar, është fizioterapia roli në shtëpi, se si duhet një fizioterapeut t'i ndihmoj një të moshuarit, të bëj aktivitetet e përditshme me ta, të bëj parjerë aktivitete fizike, nëse është në lëvizje, të bëj ashtrime aktive, pasive, aktive, mendim, të ndihmoj të ngrihet nga shtrati, të shkoj bashkë me fizioterapeutin, të lajnë ftyrën, të lajnë duar, të përgatisin ushqimin. Kjo në shtetet e jashtme e ekziston. Kjo si specializim. Tani po e shkurtojmë këto por ja, çfarë mund të bëjmë? Nuk kemi raste të tilla. Ndoshta në aspekt privat kush si ka kushte, por nuk e praktikojmë tek. Po, nuk e praktikojnë. Çfarë bëjmë pra, domethënë në këtë rast me të moshuarit? Duhet më shumë, duhet të aktivizojmë pak më tepër. Keni parasysh se po ndërprer edhe randikanë edhe të sjedhin në fizioterapeut. Po shif, çka po ndodh me këtë grup të... Po tash duhet pak edukim më tepërt. Edukim më tepër se tash nëse jemi të moshuarit mund të kemi ndonjë të moshuar me infarkt cerebral, ndonjë hemipares që ka pas gjakderdhje apo insult në tru pa marrë parasysh. E di se ka raste që edhe nuk e ftojnë fizioterapeutin të shtëpia të ushtroj, të bëj ushtrime me pacientin, por kur bëhet vonë, atëherë e thrasin. Por se nuk duhet fizioterapia i ka disa etapa të rikuperimit. Faza akute, faza subakute, faza funksionale edhe faza e 4 që është kthimi në aktivitetin e përditshëm. Këtë them, këto faza që i thash, i them për çdo individ, ndash për sportist, ndash për të moshuar, ndash për fëmijë, ndash për këndokoft. Gjithë i kap kjo. Se fazat e fizioterapisë janë këto. Se ne si fizioterapeut nuk mund të shkojmë prej fazës akute dhe të kthejmë në fazën funksionale. A e kam qartë. Ku duhet kohë? Po, duhet kohë. Duhet kohë se... Edhe durim. Duhet edhe disiplinë. Edhe vullnet. Edhe disiplinë duhet. Edhe krejt në varët se çish i paraqitesh pacientit. Me krejt të shef, sidomos të moshuarit,
po u dashuruan të ti të themi me një fjalë, të duan të ushtrojnë me ti, haj, non stop do të lip në telefon. Hajde kur do ushtrojmë. E kështu është pak puna, është të moshuarit është pak e komplikume, po unë do të them edhe një mesazh tek prindërit, se shpesh herë në ordinancën tonë përballemi me devijimin e boshtrit korrizor, kolonës vertebrale. I bëm do video pak më herët me topin e balansit. Ato ishin ajo shtrit që ke ishte për kifozën, për skoliozën, për këto deformimet e tash. Si mund, tash e them pak më herët që hirurgu dhe fizioterapeuti janë partner, por në këtë rast, pse themi raste prej rasteve dallojnë. Tash edhe prindi është partner me mua, apo? Pse është prindi partner? Se unë fëmijën e kam 1 orë, a prindi e ka 23 orë. Apo kupton? E tash kur ta heq maicën ai te shtëpia edhe kur përkulet përpara, edhe ja shef fëmijët një gung në anën tjetër ose njëra shpatull ka shku më lart se tjetra. Diçka është si shkronja S, a din ta përshkrim kështu shqip, a din ta kuptoj publiku. Atëherë mos i neglizhoni simptomat edhe gjendjen e fëmijës tuaj, po sjelleni tek fizioterapeuti. Edhe ti shumë mirë më the se a do kërkosh rentgen, po kur nëse ma bin mu fëmijën ma sjellin me devijim të boshtit korrizor, shoh që ka gung, gibus thirrët, gung e themi më mirë, edhe kemi një skoliometër tek ne, dhe masim kur është pacienti në fleksion, me skoliometrin e shohim, është një pikë që të tregon se sa janë në rotacion unazat, vertebrat. Edhe parat ne e bëjmë ekzaminimin me rentgenin. E tash rentgeni çka na jep? Rentgeni e bën pasqyrën e boshtit korrizor komplet, pjesën cervikale deri pjesën poshtme sakrale. Edhe tash ne shohim se sa është këndvështrimi i devijimit. Edhe këtu ka shumë mirë përmende se kur është hirurgu primar dhe kur është fizioterapeuti primar, po. Se ka ca gjëra që nuk mund të nëse është përmi se 40 gradë devijimi të marrim në pjesën torakolumbale, atëherë do të vizitoj hirurgën. Ajo është vonë më për fizioterapi. Nëse është 20, 25, 30, 35, atëherë mund bëj fizioterapeuti diçka, mund të koordinoj. Po tash, a nevojitet edhe pas operacionit, shumica mendojnë dhe bëjmë operacie dhe do rregulloj diçka. Jo. Gabim, shumë gabim i madh. Edhe me që i marim rastin e skoliozën, nëse skoliozën mund ta identifikosh nga pjesa e pasme, planin frontal. A kifozën e identifikon në pjesën e anësh, sagjitale. Se shef se e ke kështu si gungë, po di tash si ta... Po, mendoj se jeni i po. Do ju kuptojnë edhe. Po. E qka me ata fëmijë më të vegjël të cilët ndoshta edhe ne si prindër mund t'i vërejmë se nuk shkelin mirë, disi u ikë këmba, po mendojmë se koha do... Jo, nëse... Do e përmison se çfarë duhet bënë, cilat janë ato probleme për cilat... Tash nëse... Mendoni se duhet i trajtojmë sot në këtë emision të parë, se unë besoj se më të tjetë, me thënë, do bashkëpunojme pa tjetër. Me këshillat e juaj informacione. Tash nëse i marim pesequinovarus, ato janë devijimi i shputave, janë kështu. Janë të përmbrenda. Besoj që e bora për publikën që ta shohin se çfarë. Tash ku është kësaj primare fizioterapia dhe ku nuk është primare. Ato ndodhin te fëmijët përsalindur, zakonisht. Mund shkoj edhe kjo genetike. Unë kam pacient që është genetike. Edhe tash fizioterapia normal që nuk e ka primare me njëherë, nuk e ka me njëherë rekuperimin primar. Sa i spaku, prej moshës që ka lind, deri 1 vjet duhet të mbaj mobilizim në gips, si ti themi këmbët. Dhe ka pak ose ka disa herë në ditë duhet të edukoj fizioterapeuti nanën, prindrit o nanën ose babën, që t'i bëj lëvizje për fëmijët, ose ta sjell barem 1 herë në javë ose 2 herë në javë të fizioterapeutit ta shikoj se si është gjendja dhe t'i bëj ushtrimet. E pasi se t'i heq gipsat 1 vjet, ai pacient bëhet operacion. Pa tjetër e ka operacion. Nëse nuk u ka përmirësu devijimi, ai bëhet operacion. Edhe nuk ka mbaruar, jo. Mendojnë se ka mbaruar, jo. Ende sa ka fillu. Se shumë është i rëndësishëm rikuperimi si para dhe si pas. Si që e murëm shembull më herët. Besoj që isha i qartë.
se çfarë roli ka dhe se sa ndikon fizioterapia dhe sa e mundson fizioterapia lehtësimin, ndryshimin e jetës, lifestyle-in e jetës. Do të thonë është diçka mrekulli që ndodh në jetën tonë. Sa jemi të vetëdijshëm, nuk e di, po besoj që tani gjeneratat më të reja e kanë kuptuar se, do të thonë, edhe fizioterapeuti luan rol të rëndësishëm në trajtimin e problemeve muskuloskeletore, por nga ana tjetër, deri vonë kemi menduar se fizioterapeuti është një masazher i thjeshtë. Kemi sepse apo jo, kemi edhe metoda manuele që i përdorni, nuk thot vetëm me aparatura të ndryshme, sepse ne kemi edhe metoda tjera që përdoren me aparatura të ndryshme, me rrymë kështu me radhë. Si komentoni çfarë që është tek çfarë? Masazhi është vetëm një pjesë e vogël e fizioterapisë. Masazhi siç janë elektroterapia, siç janë aparatet e ndryshme. Ato e bojnë rolin e vet. Unë s'po them që nuk e bojnë. Se tash unë nëse them nuk është i nevojshëm masazhi, unë atëherë nuk jam fizioterapeut. Po, në rregull, ama fizioterapeuti, si thash më herët, nuk punon vetëm me simptomat, ai punon me shkakun, çrregullimin e biomekanikës. Shumë njerëz duhet ta dinë këtë. Pse? Se edhe ne bëjmë masazh. Por nëse është e nevojshme, se masazha vetëm jep rezultate aty për aty. Aty për nderisa nuk bën ekzaminim më detajuar, ai problem do shfaqet herë do kudo, sa dal prej te dera tu jep te kerri do shfaqet ai. Apo kupton? Elektroterapia, laseroterapia, magnetoterapia, gjithë këto kanë rolin e vet. E kanë rolin e vet. Metoda për cilat këto janë për rigjenerim, janë për shumë gjëra, për uljen e inflamacionit. Na këto të vinë, s'po them që nuk vinë, duan, i vinë fizioterapeutit. Mirë po, baza kryesore fizioterapisë është terapia manuale edhe ushtrimet. Janë baza kryesore. Se para se me fillu me dal aparatat, fizioterapeutat kohën e përparshme, po folim, kanë punu veç manual, kanë punu veç me ushtrime. Kinezi terapi, do të thonë para si disa vjet para erës tonë, 3000 vjet para erës tonë, si disa vjet, kinezi është lëvizje. Terapi, do të thonë, vjen prej emrit terapi me lëvizje. Është çështu. Edhe tash normal që ne do kemi parasysh bazën kryesore të fizioterapisë cila është. Se shumica tek ne e ngatrojnë. Edhe është shumë një problem se tek ne se shumica e pacientëve që më vinë a mban masazh. Prit, unë nuk punoj ashtu, sinqerisht po të them. Unë e du fizioterapinë dhe pika parë i du pacientat. Unë por atë kum dalë me shërbim të pacientat. Se unë do marr anamnezën e pacientit dhe do e shoh se cila është e nevojshme për të. Jo ai të shembull të vi dhe hajde, e din si është kjo, shtriu edhe bën masazh edhe kur gjaiç. I ke humb, një orë i ke humbur me të masazh shembull themi. Ose hajde të themi 30 minuta. Por kur gjos ke mo, mbyllim të koha pse e harxoj. Se disa më kupton. Masazhi i mirë është. Mirë po, kur je fizioterapeut, është diçka hala më mirë se ndikon shumë tek njerëzit. Po sa janë të vetëdijshëm, nuk e di. Sa do e kuptojnë tash me këtë intervistën time, tash s'di se sa jam i qartë. Do kemi mundësi edhe më vonë, do thotë, që kemi edhe në studio drejt për drejt, ndoshta edhe do flasim pakës edhe më gjerësisht e shumë ndoshta edhe për tema pak më konkrete, për smundje të veçanta të cilat domosdo duhet të trajtohen edhe nga fizioterapeuti, jo vetëm nga specialistët e fushave tjera mjekësore profesionale, sepse ju tha që keni këtu edhe pacientë që janë me nevojat veçanta, ata nuk duhet të harrohen që gjithsesi fizioterapeuti duhet të jetë pjesë e trajtimit të tyre. Po, kemi ti për shumë mirë po thua. Dhe po çopse pas ke kuptuar konceptin e fizioterapisë. Mund vje mirë, se kur kemi edukat mjaftueshme, mund shumë ndjehemi i kënaqur. Tash, e din se fizioterapia ka rol edhe pas kur jemi të sëmur. Unë para një muaj e kisha një pacient, ishte i smur me grip, ta themi, me temperaturë, me jashtëqitje, ka vjell, me pacienti atë shumë që i ka vjell, ka dehidru, edhe e ka iritu diafragmën. Diafragma është një muskull që e ndon sistemin respirator me sistemin digestiv.
Edhe tash, ai pacienti po më lemrot, mu po thot, o jam kon një smu që shtu, po krejt jam shnosht, po thot, po kam probleme me frimarjen. Unë jam mora anamnezën, thash, a mos ke gjërësi tjetë ftoft, mos ke mpirjet kraut. Jo bre, thot, s'kam kur qoveq, s'un po marr frim, thot. Thot se shumë kum dehidru, thot. E mora në ordinancë, i bona trejtimet, e lirova tensionin facial të diafragmës, i lirova muskujt interkostal që janë rreth brinjët, edhe pacienti u bë më mirë. Pse? E shef se e rëndësishme është fizioterapia. Nuk do të thotë që fizioterapia o partner, jo s'di çfarë them, jo konkurrent. Doktor, ndoshta erdha për rëndësinë e fizioterapeutit gjatë stinës së verës, po me të vërtet patët ca informacione të rëndësishme dhe disi anashkaluan pak këtë pjesën e fizioterapeutit gjatë verës, ose rëndësisë fizioterapeutit dhe trajtimit nga ana e tij gjatë stinës së verës, por besoj që do shifemi sërish në një nga emisionet e ardhshme. Kaq për këtë emision, unë ju falemnderit sinqerisht që ndatë kohë dhe na mundsuat realizimin e këtij emisioni. Faleminderit edhe nga ana ime, vjen mirë që isha pjesë e emisionit juaj. Ishte kënaqësi. Ishte kënaqësi edhe për mua. Ishte kënaqësi, po. Ndërkohë normal që falendrimi shkon edhe në adresë të juaj shikues të nderuar që edhe këtë emision ishit bashkë me ne. Shifemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje.